Për ndërtimin autostradës afro 66 kilometrëshe Arbën Xhaferi u deshën 5 vjet. Madje deri në lëshimin e këtij perimetri për qarkullim që lidh Kosovën me Shqipërinë, u ndërruan disa ministra të infrastrukturës. Kontrata ishte nënshkruar më 2014 kur ministër ishte Fehmi Mujota, ndërsa puna kishte vazhduar me ministrin Lutfi Zharku. E pikërisht për punën që kishte udhëhequr para një dekade, Zharku të hënën erdhi në gjykat për të dhënë dëshmi në rastin e njohur si 53 milionshi, ku po akuzohet pasuesi i tij, Pa Lekaj, bashkë me kabinetin e tij atkohë për tejkalim të kompetencave zyrtare. Zharku tha se vendimet në këtë projekt janë marrë duke u bazuar në kornizën institucionale dhe rolin e komitetit përkatës. Si u menaxhu? Vendimi i qeverisë, besoj. Po, qeverisë. Ndonjë rregullore që ka rregulluar punën e tij akuzitorët, ka pas. Çish ka funksion? Ka pas nëse nuk gaboj kodi etikës. Kryetaria e trupit gjykues, Violeta Namani Hajra, e pyeti atë për rolin e kompanisë mbikëqyrëse në projekt. Menaxheri i projektit, ka qenë menaxheri i projektit. Ka qenë menaxheri i projektit. Që nuk kupton edhe këshilltar financiar dhe operativ dhe ligjor. Gjyqtarja pyeti edhe për pretendimet se sipas aktakuzës, i akuzuari Pa Lekaj kishte zhvilluar negociata për të zvogluar koston, duke anashkaluar mendimin mbikëqyrës. Nuk kemi hyrë në analizat saj hiç, për shkak se ka qenë kundërshtim me kontratën, s'ka mundë me dokumentu koston e tij. Pyetjes se a ka mundur komiteti të anashkalonte kompaninë mbikëqyrëse, Zharku ju përgjigj qartë. As komiteti ndërministror, as ministri, as kërkush nuk ka drejt me tejkalu kompaninë mbikëqyrëse. Prokurori i rastit Adej Dema kërkoi sqarime për shumën prej 14.900.000 euro. Sipas kontratës dhe aneksit saj, ka qenë e përcaktuar që dëmi nëse zgjatët kontrata, do të me u pagu 1 milion euro në muajt. Avokati të pandehurit Lekaj, Artan Qerkini, pyeti nëse ndarjet e pamjaftueshme buxhetore kanë qenë arsyeja në zgjatjen e punimeve. Më 31 janar 2024, ish ministri i infrastrukturës Pa Lekaj, bashkë me anëtarët e kabinetit të tij, Esed Berishën, Nebi Shatrin dhe Besim Tahirin, u dënuan me 10 vjet e 3 muaj burgim. Ata u shpallën fajtor për ndarjen e 53 milion eurove shtesë konsorciumit Bektelenka për ndërtimin autostradës Arbën Xhaferi, duke t'i kaluar me dashje kompetenca zyrtare dhe duke mos e përfillur opinionin e kompanisë Hill. Mbrojtja e tyre ishte ankuar në shkallën tjetër atë të apelit, e cila një vit më pas vendosi ta kthejë rastin në rigjykim.